Drejtuesi i ri i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Afrim Qendro është njëkohësisht edhe afarist. Gjatë qëndrimit në postet e larta të pushtetit, Qendro ka ndërtuar paralelisht një rrjet kompanish. Ai nuk kujdeset shumë për të fshehur konfliktin e interesit, megjithatë ai regjistron subjektet në emër të familjarëve dhe të afërmëve. Një nga këto subjekte të markës Qendro është Eral Construction Company SHPK. Më 13 shkurt 2026 kjo firmë u shpall fituese e tenderit 707 milion lek në Fier. Prokurimi është organizuar nga miku i vjetër i Afrim Qendros, kryebashkiaku Armando Subashi. Ky e anuloi tenderin 2 herë derisa u maturua pazari dhe u finalizua me fitues kompaninë e qendrove. Bëhet fjalë për tenderin me objekt rikonstruksioni shkollës 9-vjeçare Qemal Mehmeti dhe palestra Cakra në Bashkia Fier. Dhe në lojë janë plot 70 milion e 725.149 lek pa TVSH. Megjithatë, bashkia nuk e ka bërë të ditur se sa është fiksuar shuma totale me TVSH-n e kontratës me kohëzgjatje 9 muaj. Administratori i Eral Construction SHPK ka bashkëpunuar në këtë tender me 2 kompani lokale që mund të kenë qenë pjesë e pazarit me kryebashkiakun. Ato janë Spektri SHPK që me sa duke do të kryej punimet dhe General Beton SHPK me bazë në Patos si kompani mbështetëse. Vonesat që kanë zvaritur të paktën një vit ndërhyrje në këtë shkollë kanë nisur në zyrën e financës së Bashkisë Fier. Financimi ka qenë i garantuar qysh në janar të vitit 2025, por bashkia është kujtuar për shkollën në gusht para fillimit të vitit të ri shkollor. Këtë e mësojmë në shkresën Konfirmim fondi i datës 26 gusht 2025 nga Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit. Aty citohet vendimi i Këshillit Bashkiak datë 31 janar 2025. Dokumenti përcakton për këtë projekt shtesa nga të ardhurat e trashëguara në buxhetin e Bashkisë Fier për vitin 2025, ndërsa një javë më vonë e ka miratuar fondin edhe Prefektura e Fierit. Më 6 mars 2025, Prefektura Fier dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit kanë nisur korrespondencën transferim fondi. Pas këtyre burokracive, më 30 qershor 2025 është konfirmuar edhe transferimi i parave për riparimin e shkollës. Me sa duket nga kjo burokraci, projekti në favor të fëmijëve të fshatit Cakran është zvaritur. Në fakt, kjo aritmi, siç do ta shohim më tej, shkaktohet nga korrupsioni i vendimarrësve. Tenderi rikonstruksioni shkollës 9-vjeçare Qemal Mehmeti ka qëndruar më tepër me statusin anuluar gjatë 5 muajve në sistemin elektronik. Dhe këtu lind dyshimi i parë se nën tavolinë po thureshin abuzime. Kështu njoftimi i tenderit në Agjencinë e Prokurimit Publik është bërë më 8 shtator 2025, pa kaluar 20 ditë ka ardhur anulimi. Data e fundit për dorëzimin e dokumenteve ishte vendosur 23 shtatori dhe brenda të njëjtës ditë duhet të hapeshin ofertat. Një javë më vonë, Komisioni i Vlerësimit i ngritur nga kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi mori vendim të anulojë tenderin. Më 24 tetor 2025 u rishpall procedura dhe mësuam se anulimi ishte bërë shkak i mungesës së ofertave të papërshtatshme. Kjo është një pikë e ligjit që komisionet e përdori rëndom për t'i dhënë kohë fituesit të paracaktuar që të bëjë marrëveshje me konkurrentët që prishin punë. Anulimi rrallëherë lidhet me vlerën e ofertave. Data e dytë për dorëzimin e dokumenteve u vendos për në 10 nëntor 2025. Në këtë raund, Armando Subashi ka autorizuar nënkryetarin Eraldi Qirio për të firmosur rishpalljen e tenderit. Edhe ky ka mbetur i pakënaqur me ofertat dhe e ka anuluar tenderin. Pasi tenderi është rihapur më 5 dhjetor 2025, në këtë procedurë kanë aplikuar 14 pjesëmarrës. Siç mësojmë në hapjen e ofertave më 22 dhjetor 2025, komisioni ka skualifikuar menjëherë 9 prej tyre. Sipas dokumenteve të tenderit, ka pasur disa oferta që ishin më ekonomike se ajo fituese. Konkretisht, operatori ekonomik Nika SHPK ka propozuar ta bëjë rikonstruksionin me 48 milion e 79.759 lek pa TVSH. Thuajse në të njëjtin nivel është edhe oferta e prezantuar nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Newgen SHPK dhe Inerti SHPK. 48 milion e 277.936 lek pa TVSH. Gjithashtu më e ulët se sa oferta fituese është vlera e paraqitur nga Dion Al SHPK
51.137.365 lek PATVSH. Dhe pavarësisht këtyre fituese shpallet oferta e bashkimit Eral Construction Company (SHPK) dhe Spektri (SHPK), 51.365.819 lek PATVSH. Ofertat më të ulta nuk janë marrë në konsiderat për shkak të ndikimit nga lart të Afrim Qendros. Zyrtari është gur i fortë shahu i kryeministrit. Ai shkon aty ku duhen mbrojtur interesat korruptive të Ramës. Këto ditë Rama e liroi Qendron nga detyra e prefektit të Tiranës dhe transferoi në krye të IKMT-s. Dihet se si e përdor Rama këtë inspektoriat. Ky vepron si pararoj që nënshtron me fadroma kundërshtimet ndaj investitorëve strategjik në Bregdet apo në Male. Edhe një shpërblim i vogël për detyrën e re vjen menjëherë nga fieri. Firma fituese e tenderit, të paktën sipas letrave, është në pronësi të afërmve të tij, Gramos Qendro dhe Ervin Qendro. Dy vëllezërit nga Tepelena zotrojnë nga 50% të aksioneve secili. Pra ish drejtori i autoritetit rrugor Afrim Qendro rezulton të ketë biznes ndërtimi, shitje makinash, gomash e administrim pyesh me emrin Eral Construction Company, por të maskuar pas dy familjarëve të tij. Qendro ka qenë gjithnjë i rrezikuar të arrestohet, por një dorë pa dukshme e ka shpëtuar. Pas çdo skandali që mban firmën e tij ka ndodhur transferimi në një detyrë akoma më të lartë. Ai është përmendur me emër në raportet e antikorrupsionit për shkak se në vitin 2002 është arrestuar për hapjen e degës së liçenit të Tiranës, duke përmbytur gjithë zonën Tirana e Re. Ishte skeme e Edi Ramës e Blendi Gonxhes që u pasua me një tender rehabilitimi e dëmshpërblimi në vlerë 4 milion euro. Po kështu zyrtari i lartë është vënë nën hetim pasuror për shkak se ishte nën hetim penal lidhur me falsifikimet e tenderit 20 milion euro tek Kunaza e Re. Më 16 janar 2019 ish drejtori i ARSH-s Afrim Qendro është thirrur për të dëshmuar në prokurorinë e qytetit në lidhje me skandalin e firmës DH Albania, e cila fitoi 2 tendera me vlerë 30 milion euro. 18 milion euro për ndërtimin e lotit të parë te Unaza e Re dhe 12 milion euro për linjën e tensionit Burel Peshkopi. Afrim Qendro dha dëshminë e tij përballë oficerit të policisë gjyqësore Ludovik Ndokaj për rreth 2 orë. Pas zbulimit të skandalit, rezultoi se DH Albania e kishte fituar tenderin e Unazës së Re me dokumente të falsifikuara. Gjoja ishte kompania amerikane, por administratori i kësaj kompanie, Avdiol Dobi, kishte falsifikuar dhe përdorur më pas një vërtetim të lëshuar nga Departamenti i Shtetit, ku tregohej se kompania Danwell Haberman, e cila pretendohet se ishte mëma e firmës shqiptare, nuk kishte detyrime financiare në SBA. Pas këtij skandali, kryeministri Edi Rama e shkarkoi nga detyra duke e lënë përsëri brenda zyrave të ARSH-s me postë nëndrejtor. Do të shpërndaheshin me shpejtësi në atë kohë pamjet se si roja i ARSH-s nuk e lejonte drejtorin e shkarkuar të hynte në zyrën e vet. Por Qendro riciklohet shumë shpejt, ndërkaq që zyrtari favorizohej me tendera nga fondet publike nëpërmjet firmës Eral Construction Company. Ky subjekt ka nisur të marrë tendera në shtet pas muajit janar të vitit 2014, ku Afrim Qendro u bë nëndrejtor i rrugëve e më pas drejtor. Qendro e ka bërë firmën e tij përfituese kryesore të tenderëve që sajonte vetë për rrugë fshatrash, por edhe në përbashki, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe kudo ku kishte pushtet rilindja. Nga janari 2014 deri në muajin nëntor 2019, kompania Eral Construction kishte marrë 215 tendera me vlerë 19 milion euro ndërtime dhe 3 milion euro tendera shitje gomash, makinash e pajisjesh ndërtimore. Sipas të dhënave, tenderët i ka marrë me vlerë 30 deri në 40% më të lartë se kostoja reale, ndërsa tenderët e qirave për pyje dhe objekte nga shteti i ka marrë me vlerë 5 deri në 10 herë më të ulët se çmimi i tregut. Kujtojmë tenderin e dhënë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në datën 4 tetor 2019 me objekt përmirësim infrastrukturës në fshatin Qeret Kavaj. Dritan Agolli e ndryshoi vlerën e tenderit 125.048.000 lek PATVSH, duke rritur 2 herë më tepër në 560.000 euro me TVSH. Kuptohet se ky veprim mbushi arkën e qendrove.
Qendro ka strukturuar disa firma që i përdor sipas rastit në tendera. Njëra nga këto është Ligus SHPK. Kompania është hapur në mars të vitit 2015 nga një shtetase e quajtur Natali Dhima. Në janar 2017 ajo ja ka dhuruar të gjitha aksionet Shupo Qendros, një personi nga progonatit e Pelenës i njohur si i afërm i Afrim Qendros. Vetëm pas 6 muajsh në korrik 2017, Shupo Qendro ja kalon gjysmën e aksioneve Erion Muçajt nga Gjirokastra, duke rritur kapitalin e kompanisë me shuma të pazakonta për një subjekt të vogël. Në tetor 2020, Qendro largohet përfundimisht nga kompania duke i dhuruar pjesën e mbetur Amarilda Çelajt nga Vlora. Sot, Ligus ka 2 ortak zyrtar, por prap atyre gjithçka të çon drejt familjes Qendro që sipas burimeve në administrat vazhdon të kontrollojë në hije këto kompani që fitojnë tender publik. Në këtë adresë shkoi tenderi i Ilir Prodës, blerja automjetesh speciale për drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Fondi limiti vendosur nga policia ishte 103.8 milion lek PATVSH, ndërsa vlera përfundimtare e kontratës ka arritur në 119.2 milion lek me TVSH, pra rreth 1.2 milion euro në total. Kontrata është nënshkruar më 16 tetor 2025 dhe në dokumentet zyrtare shënohet se mori pjesë vetëm Ligus për të marrë parat publike. Nga viti 2019 deri në vitin 2022, kompania Ligus ka përfituar mbi 1 miliard e 300 milion lek nga buxheti i shtetit dhe këtë e ka bërë përmes 62 transaksioneve të kryera përmes degëve të thesarit pranë Ministrisë së Financave. Edhe më pas kompania ka vazhduar me të njëjtin ritëm, bie në sy kontratat e marrë nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Më 16 korrik 2024, Veliaj do t'i jepte në shkelje të ligjit kësaj kompanie kontratën me objekt blerje automjete zjarfikse. Janë 66 milionë 666.667 lek që Lalieri i ka ndarë me fisin Qendro. Fondi limit ka 7 gjashta që konsiderohen si kodi i djallit. Ndoshta dikush nga komisioni ka dashur t'i çojë një sinjal spakut se ka diçka që nuk shkon me këtë tender. Vlera e kontratës është më e madhe sepse përfshihet TVSH 20%, pra arrin në 80 milion lek. Një tjetër kompani e familjes Qendro është Startco SHPK. Pronar janë Shupo dhe Anila Qendro, bashkëshortja e drejtorit Afrim Qendro. Ka pasur sinjale edhe nga organet shtetërore për abuzime me tenderat nga qendrot me këto kompani, por nuk ua ka vënë veshin prokuroria, kështu Start&Co është përfituese e tenderit rreth 150.000 euro të Skerdi Drenovës, kur drejtonte OST-n. Objekti i prokurimit është aplikacioni EMS. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, shoqëria e drejtuar nga Skerdi Drenova ka kryer shkelje të rënda duke shpallur fitues kompaninë e familjes Afrim Qendros. Audituesit shtetëror konstatojnë se pavarësisht se oferta është e vetme ekonomike, rezulton se operatori ekonomik Start&Co nuk ka plotësuar të gjitha kriteret, duke u kualifikuar dhe shpallur fituese me të padrejtë nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, kompania fituese për të plotësuar kriteret e punëve të ngjashme ka paraqitur 3 fatura të njëjta duke trefishuar artificialisht vlerën totale të shërbimit. Pra në këto kushte, KVO nuk duhej të kualifikonte Start&Co. Pas këtyre konstatimeve, KLSH deklaron se operatori i sistemit të transmetimit duhet të anulonte procedurën. Por ndryshe nga sa ka shprehur kontrolli i lartë i shtetit, Skerdi Drenova ka nënshkruar kontratën me kompaninë Start&Co duke fuqizuar portofolin e familjes së prefektit të Tiranës, Afrim Qendro. Vitin e fundit goditjet e Qendros ishin me shuma të mëdha. Në janar 2025, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, i ka dhënë firmës Start&Co SHPK një tender me vlerë 1.773.500.000 euro për zhvillimin e disa siteve turistike. Numërohen 98 kontrata publike të marrë nëpërmjet kësaj kompanie nga Afrim Qendro, pjesa dërmuese të cilave janë përfituar prej ndikimit politik dhe favorizimit nga zyrtarët e korruptuar. Afrim Qendro ka qenë nën kryetari i Bashkisë Vlorë, drejtori i ARSH-s, prefekti i Tiranës dhe prej disa ditësh drejton IKMT. Ndërkaq parat e tenderave kthehen në vila, hotele, resorte. Ish prefekti i Qarkut Tirana, Afrim Qendro, është përblyer vitin e kaluar me një projekt madhor, leja e zhvillimit për ndërtimin e kompleksit Luzaj Tower, që përfshin 2 kulla prej 21 dhe 22 katësh. Autorizimi është dhënë për shoqërinë Eral Construction SHPK. 2 kulla brand new, jo
më pak se 21 dhe 22 kate, të cilat do të quhen Luzaj Tower, do të ngrihen në një pikë strategjike pranë Bregdetit të Vlorës, ndërsa në nëntor 2024 familjes Qendro ju dha tenderi rikonstruksioni i Spitalit të Gjirokastrës. Drejtori i Spitalit Gjirokastër, Shpëtim Novi dhe operatori i blerjeve të përqendruara i kanë dhënë ish prefektit të Tiranës tenderin 5.2 miliard lek për rikonstruksionin e spitalit. Tenderi shënuar nga Open Data Albania me flamur të kuq, sinjali përdoret sepse janë të skualifikuar të gjithë operatorët konkurrues përveç fituesit. Ky pasurim i padrejt i ka bërë qendrot arrogant të rrezikshëm për shoqërinë dhe mjedisin. Para pak kohësh, banorët e fshatit Bënç në Tepelen protestuan kundër ndërtimit të një impjanti për prodhimin e asfaltit që do të shfrytëzohej për ndërtimin e rrugës Tepelen-Kurvelesh. Impjanti ndot mjedisin. Të vënë në dieni për shqetësimet sa për sy e faqe, u organizua një dëgjes publike mes banorëve dhe përfaqësuesve të kompanisë që do të ndërtojnë guroren Eral Construction në pronësi të qendrove. Dëgjesa ishte e vonuar pasi guroria kishte nisur aktivitetin. E megjithatë, as ulja e palëve në diskutim nuk u realizua. Protestuesit dhe rojet e kompanisë Eral Construction u përplasën përpara hyrjes së gurores. Zëri i banorëve gjeti dhe mbështetjen e përfaqësuesve të mjedisit. Në këtë përplasje, aktivisti Auron Tare u dhunua teksa u kishte dalë krah protestuesve të Bënçës.